Ju ka ndodhur ndonjëherë të zgjoni në mëngjes me sy të fryrë sikur të keni gjithë natën pa gjumë? Në fakt stresi, pagjumësia, qëndrimi për një kohë të gjatë para kompjuterit, por edhe dëmtimi i kapilarëve poshtë syve, duke bërë të mundur që gjaku të jetë më afër sipërfaqes së lëkurës, bën që shpeshherë të kemi probleme me qeskat poshtë syve dhe rrafët e zi. Ky është në fakt një problem për shumë femra. Dhe në qoftë se ju nuk kujdeseni për këtë pjesë të fytyrës, atëherë nuk ka rëndësi fare se sa e kuruar mund të jetë lëkura juaj. Gjithashtu është një problem që me kalimin e kohës bëhet dhe më e dukshëm, sepse lëkura e fytyrës tonë është dhe më e ndjeshme. Sot në fakt ka shumë alternativa, janë krema të ndryshëm, janë ndërhyrjet kirurgjikale, por që ju mund të bëni edhe vetë në kushte shtëpie, një masë që do të ndihmojë shumë në reduktimin e këtij problemi. Dhe në fakt sot prandaj vendosja t'ju tregoja këtë maskë, përbërësi si gjithmonë janë produkte që të gjithë i kemi në shtëpi, janë përbërës që do të nxisin qarkullimin e gjakut në këtë pjesë të fytyrës, duke stimuluar edhe oksigjenimin më shumë të kësaj zone mjaft delikate, duke reduktuar edhe rrafët e zi, por edhe qeskat poshtë syve. Ndiqni video me përgatitjen e maskës, me aplikimin e saj në fytyrë dhe do kthehemi më pas. Faleminderit që më ndoqët sot në këtë video. Shpresoj që video t'ju ketë pëlqyer dhe nëse është kështu mos harroni të bëni like. Nëse doni të më ndiqni online, poshtë tek përshkrimi do të gjeni linkun e Facebookut dhe linkun e Instagramit. Ndajeni këtë video me miqtë tuaj, më shkruani me komente eksperiencën tuaj dhe do shihemi javën tjetër me një tjetër video. Deri atëherë, mirupafshim. Pjesa e parë ku do të fokusohemi është pjesa e syve. Nëse keni probleme me lotimin e syve, sidomos gjatë ditëve kur ka shumë erë, atëherë masazhimi në këtë pjesë të fytyrës do të ndihmojë shumë për reduktimin e këtij problemi. Do të reduktojë lodhjen e syve, do të nxjisë qarkullimin e gjakut në këtë zonë, duke parandaluar edhe rrutat horizontale që mund të krijohen në këtë pjesë të fytyrës.